edhe Enver Hoxha tenton ta mirëmbaj këtë skemë e cila realisht, brenda këtij subjekti politik, e cila realisht është pengesë për demokratizimin e këtij subjekti politik. Sepse ka nevojë për drejtëri, jo për skema të vjetra. Jo, po ky e më marr këtë skemë. Për vizion të ri, jo për ndrim rolesh. Ky është momenti. Kërkesa demokratike e këtij, kërkesa reale. Ky askund nuk i referohet që edhe konventa që ky e kërkon është në kundërshtim me statutin e këtij subjekti politik. Enver Hoxha po donte ta demokratizonte Partinë Demokratike. Të dëshmonte që ky subjekt politik nuk ka frikë nga demokracia, sepse sot PDK-ja e ka frikën më të madhe prej demokracisë, ka siç po shihet. Nuk ka guxim që të hapet politikisht dhe t'i hy zgjedhjeve prej celulës më tim atje deri në prej në ndegës e në kërkesa që duhet ta shtronte Enver Hoxha që dëshmonte që është i ndryshëm nga këta, do të ishte që Partia Demokratike nevojitën zgjedhje në të gjitha hallkat, sepse nuk mund të zgjidhet një kryetar, mund shtyhet edhe jo edhe 2 javë, edhe 2 muaj mund shtyhet konventa, por nëse bëhet me këto struktura të trashëguara pa legjitimitet, përsëri kryetari, do thotë nuk do të jetë shprehje mirëfillt e vullnetit demokratik, sepse vullneti demokratik i antarësisë PDK-s ka skaduar sipas statutit të saj. Nuk është i sinqert. Jo, absolutisht, është veprim brenda të njëjtës skemë që është antidemokratike. Po çka zgjidh një javë? Çka kjo është përpjekje për A kënaqet demokracia këtë shtyrje? Jo, nuk është. Statuti Jo, absolutisht. Partia Demokratike e Kosovës i ka 2 sfida kryesore që duhet të na bijnë që është mirëfillin e drejtim të zbatimit të standardeve demokratike. Ose duhet bëj marrëveshje politike që ta ndroj statutin e saj, dhe atëherë këtij opinionit i tregoj që një herë në 6 vjet apo një herë në 7 vjet rinovohet demokratikisht, por kjo do të binte në kundërshtim më pastaj me rregullat e KQZ-s e të tjera, sepse secili subjekt politik duhet i nënshtrohet edhe disa rregullave të jashtme, ose duhet ta respektoj atë që e ka shpallur si kushtetutën e saj të brendshme politike, në bazë të cilës kërkon që qytetarët t'i besojnë se kjo është e zotuar të veprojnë në përputhje. Nuk më interesojnë individet, as Bedri Hamza, as Memir Krasniqi, as Enver Hoxha. Çka më intereson Partinë Demokratike? Atë që ajo e ka shpallur si parim që do të jetë konsekuent në raport me kontratën e saj politike. Dhe këtë kontratë politike fatkeqësisht edhe Hoxha nuk po bën thirrje që të zbatohet, që të respektohet. Kështu që janë brenda të njëjtës skemë politike që manifestojnë frikën. Pse unë jo pse ky po e unë jo, janë konflikte individuale, secili po e ushtron, secili po siguron pushtet më të madh brenda të njëjtës skemë e cila manifeston hapur arratisje flagrante demokratike ndaj parimeve demokratike nga ky subjekt politik. Kështu që kjo është betejë kryesore, nga këtu duhet nis, nga ky nivel horizontal betejë demokratike e jo me konventa të improvisuara, siç kam thënë, këto janë e njëjta qasje sikurse metaforikisht sikurse ky kryetar që zgjidhet në bazë së kësaj është identike sikur Albin Kurti të zgjidhet kryeministër duke u bazuar në mandatin e kuvendit të kaluar. Ka skadu mandati atij kuvendi. I ka skadu mandati strukturave të Partisë Demokratike. Qysh mundet më votu kryetari i Degës së Prizrenit, kryetari i Degës së Malishevës, kryetari i Degës së Drenasit, kryetari i Degës dhe në filon Degës të Dragashit për një kryetar i cili ai vet ka që 6 vjet nuk u kanë nështruar testit të brendshëm demokratik. Si ka kuptim kjo punë? Ku është kuptimi në PDK justifikojnë me mungesën e zotit Taqi, zotit dëgjoj, Veseli përkatësisht. Këto janë tema tjera, ata le të gjejnë justifikime sa dojnë, për mua është referencë, janë dokumentet juridike, ato të cilat neve na japin garancion se si duhet të sillemi politikisht. Tjerat janë irelevante në këtë drejtim.